Në rrugicën e ngushtë të Ferizajit, në zemër të qytetit, Islami ka ndriçuar përmes angazhimit dhe përkushtimit të një njeriu. Ky është Imam Sevdair Haxhiu, që për dekada me radhë ka rikthyer jetën fetare dhe ka edukuar breza të rinj, duke bërë besimin pjesë të përditshmërisë. I lindur me 1970, është imam me përvojë të gjatë në qytetin e Ferizajit. Nga medreseja Alaudin, rrugtimin akademik e filloi në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, ndërsa ka vijuar studimet në nivelin master në administratë publike si dhe studime islame. Prej vitit 1993, shërben si imam në xhamin e Boshnjakut në Ferizaj, apo siç njihet xhamia e vogël, ku ka rikthyer jetën fetare dhe ka kontribuar në edukimin e të rinjve. Për 17 vite shërbeu si koordinatori bereqetit, duke qenë portë e vetme për shumë familje. Ai ka shërbyer 4 mandate në Këshillin e Bashkisë Islame, ndërsa aktualisht është antar i kryesisë së Bashkisë Islame në Kosovë. Adem Hoxha, imam me përvojë të gjatë, kujton kohën e vështirë kur Islami në Ferizaj përballej me sfida, por angazhimi i imamit Sevdair Haxhiu ndryshoi gjithçka, duke gjallëruar jetën në xhamin e vogël. Sevdair Efendi Haxhiu ka ardhur një gjenerat e ri në xhamien e quajtur xhamia e Boshnjakut. Ajo xhami të kaluamën nuk ka funksionuar. Imami që ka qenë përpara, Mullah Mehdia Rahmetliu, kur ka shku me fal akshamin, ju ka thonë prindve të vetë, mos e falni një herë akshamin, se nëse s'është kërkush, nuk del kërkush, unë e pëthiri azanën edhe po vipja u fali akshamin. Qashtu ka funksionu atëherë. Mandej u maru xhamia re, që xhamia re u maru, se Sevdairi ka pasi që është maru xhamia, tani Sevdairi ka ardhën edhe ka bën një aktivitet tani ndryshe. Se si i ri e kanë prit ma ndryshe, ma mirë, mandej edhe i ka kuptu pak ma mirë edhe xhamatin, po edhe trit, edhe ka fillu tani aktiviteti ti i parë, që me thonë i suksesshëm, që me thonë ka qenën se ka fillu me i mësu fëmit. Sevdair Haxhiu tregon për fillet e tij të hershme, kur si fëmijë ishte mbjellur dashuria për Islamin. Familjet tona kanë qenë familje fetare islam. Familja ime, gjithsesht, nana ime ka qenë edhe vajza e Hoxhës, i Mullah Idrizit nga fshati Varosh, komuna e Ferizajit. Dhe këtu ka qenë inspirimi që unë të marrë këtë rrugtim për qenë i Hoxh i sotshëm. Dhe kam mësuar edhe në xhamin e fshatit tim nga Hoxha Mullah Isaki, i cili ka qenë i Hoxh shumë i mirë, shumë i urtë, shumë i suksesshëm. Dhe gjithmonë dashuria për fe, dashuria për Zotin, dashuria për ibadetet, me ka shtyrt edhe mua një motiv plus që unë të vazhdoj studimet fetare dhe të bëhem një hoxh si që mësat. Në atë kohë, kur kemi qenë në medresen vitet 85, kur kemi fillu, më të vërtet ka qenë e vështirë, sepse sistemi ka qenë i tillë. Edhe propaganda kundër fesë ka qenë shumë e madhe, sa që më të vërtet ka qenë ka gjëran për të shku në medrese për të bërë një hoxh. Mandej edhe mjetet e jetesës së hoxhës kanë qenë shumë të vështira. Koha e imamit e hoxhës ka qenë shumë e rëndë. Mirë po, falendrim Zotit i cili e ndryshoi gjendjen. Na ndryshoi gjendjen, ndryshoi vetdia e popullatës. Dhe kështu ne kemi filluar mandej mbas medresesë kena filluar edhe punësimin mbas medresesë. Se dashuria për fe, dashuria për të qenë imam, dashuria për të shërbyer xhamatit, masës, komunitetit ka qenë shumë e madhe. Ai kujton ndjenjen e të qenurit imam, që nga mosha 16 vjeçare dhe përgjegjësitë që vinin me këtë detyrë. Do të thotë se ne fillimin për të falë namazin kena filluar viteve 87, kam qenë imam 2 vite në fshatin Saralev. Aty kemi qenë për Ramazan, na drejtonte medreseja, na dërgonte për t'i falë taravit. Dhe realisht isha shumë i ri, dikon 16 vjeçar. Edhe t'ju drejtoja masës nga hutbeja, apo nga ligjëratat tona, ne si ri ka qenë pak më e vështirë, mirë po dashuria për fe, dashuria për ta edukuar këtë xhamat, për t'i dhënë këshilla fetare, edukat fetare ka qenë shumë e madhe. Mirë po, këtë kena bërë me përkushtimin më të madh, me dashurinë më të madhe dhe besoj që ja kemi arritë që ne të kryna këtë mision siç duhet.
Mësim besimi kushtoi gjithmonë vëmendje veçantë, duke parë si një rrugë për t'i ndihmuar të rinjt të njohin fenë dhe vlerat e saj. Rreth mësim besimit në xhami kena fillu minerant mësimin e fëmijëve gjësi gjeneratave të reja. Kena mojt mësim dhe mbojna mësim të rregullt në xhami. Kena rrit shumë gjeneratat kalojnë duke bë hatme, sepse të flasësh për të thënë për mësimin apo faljen e namazit, ndoshta gjysma e xhamatit janë nxënës ato. Sot që kemi këtu gjenerata e ndërrit, ndoshta gjysma e xhamatit janë nxënësa që ne kena mësuar. Mirë po, mendimin e Zotit kemi arrit që nxënësat mi që kanë mësuar të unë në xhami dikun afër mbi 7 persona janë imama sot. Shërbejna për xhamia, që kanë mësuar këtu tek ne, kanë mësuar mësim besimin, kanë mësuar dovt, surret, kanë bë hatme, edhe dashuria për fe, dashuria për të bërë një hoxh sikur hoxha i tyre, i ka shtynjë ata që ata të vazhdojnë medresen, edhe sot janë imama shumë suksesshëm janë. Shumë në xhamit ku ata punojnë janë imama të suksesshëm. Kontributi i tij si imam te kalonte kufit e aktiviteteve fetare. Në kohën më të vështirë, zëri i tij u bë një forcë kundër okupimit dhe një udhërrafyes drejt lirisë dhe pavarësisë së vendit. Të flasësh për Hoxhën është të flasësh në fakt për vetë historinë më të re të Republikës Kosovës, një histori e përmbushur me angazhime të mëdha që në vete kanë pasur edhe sakrificën, deri në kulmimin e kësaj sakrifice përmes luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës e pastaj edhe me shtetëndërtimin. Dhe kush më mirë se sa të gjitha këto kohë dhe gjithë këtë angazhim i bashkëtyzon një emër i përveçëm, një personalitet i çmuar i komunës së Ferizajt, Hoxhës Sevdair Haxhiu. Pra, që nga vitet e 90-ta, ku ishte një kohë e sakrificës, e shtypjes dhe okupimit më të egër që e kishim nga okupatori dhe nga makineria fashiste serbe, e kishim në balë të detyrës Hoxhë Sevdair Haxhiun, në kohën e angazhime ku ishte pra kohë e sakrificës, sepse të qenërit Hoxhë nuk ishte vetëm një detyrë edhe një shërbes fetare, por mbi gjitha kalonte dimensionin edhe adetar, edhe dimensionin kombëtar. Ishim në okupim dhe gjitha ligjëratat e tij ishin pra në këtë frymë, pra në frymën adetare, në frymën kombëtare, pavarësisht se në radhë parë përfaqësonte edhe bënte shërbese në një institucion fetar që ishte në këtë rast xhamia e bosnjakëve. Por ai pra bëri këtë detyrë derisa kulmoi pastaj edhe lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe pikërisht edhe në vitet 97-99 kishte një angazhim të veçantë në shtimin, respektivisht në mobilizimin e ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës përmes mesazheve të drejtpërdrejta që i kishte dhënë gjatë ligjëratave të tij. Sevdair Haxhiu u vu edhe në shërbimin logjistik për ushtrisë shqiptare të Kosovës në mënyrë që të ketë furnizime me pajisje mjekësore, pajisje të tjera që ishin në shërbim të luftës dhe në lehtësim të zonës operative të Neredimës për obligimet që kryente kontingjenca civile, në këtë rast në këtë funksion ishte edhe Hoxhë Sevdairi. Kontributi tina, sa i përket çështës fetare, ma ditë o gjëllarë që janë në atë vi. Po dhe çështën kombëtare ka pas gjithmonë prioritet. Para luftës zakonisht, me gjërat e tina ndoshta ka inspiru njerëz që me shku luftës më bashkan gjitë. Ndoshta një për ty një më dhonë, ko marra të rrugë sen, shumë nërë këmë thonë ka njerë Hoxhë, i të është i krytë, ku s'dojtë, po Zotë i madhë dheshtë që edhe ka kalu shumë mas mirë ti. Edhe e mboj men ligjëratat e tina gjatë vokteve, gjatë gjumove, që kanë qenë udhërrëfys për njerëzit, për të rritë që kanë shkue në luftën tonë të fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe kim dëshmor na që kanë diku me ligjëratat e Hoxhës për të mirë që kanë rrë dëshmor komunën e Ferizajt këta. Jo vetëm ushtrimi i profesionit të imamit, por edhe ushtrimi i të gjitha profesioneve të tjera që ndërlidhen me punë dhe aktivitetet shoqërore ka qenë i vështirë në kohën e okupimit, për shkak se vazhdimisht të gjitha aktivistët kanë qenë të përcjellur nga režimi i atëhershëm dhe janë marrë masa, dënime, maltretime, e ku ta diun çka jo tjetër, vetëm për të shtyp
popullin shqiptar në përgjithësi. Imami Haxhiu kujton se sfidat e besimtarëve të kësaj xhamie ishin edhe më të mëdha, për shkak se forcat serbe qëndronin pranë xhamisë dhe keqtrajtimet ndaj xhamatlive ishin pjesë e rutinës. Tu ka qenë një pej burgje shumë famkeqe, shumë të rënda këtu ku jemi ne bashkëtash. Edhe gjithsesi xhamia jon ka pas edhe fatin kuptimin asaj që edhe burgu ka qenë këtu, por ka qenë edhe një kafe në gjithë me xhamien, e cila ka nejtë vetëm sërbet aty dhe ka nejtë ushtarët dhe policia sërbe, në gjithë me xhami. Dhe ata, ndoshta me në gjendje të këshia, të dehjeve, apo gjendje të tyre të këshia, u shprenin në këto rrugë afër xhamisë shumë vrasht dhe shumë keq, edhe me xhamatin, gjithsesi me njerëzit të cilët vishin për ta falë namazin. Këto afër neve gjatë periudhës së luftës, gjatë bombardimeve të NATO-s, këtu ka qenë hoteli, ka qenë një kafe dhe ka shërbyer si burg i policisë dhe ushtrisë serbe. Do të thotë kjo lagje këtu pari, kjo pjesë ka qenë shumë e rrezikune, mirë po asnjëherë s'ka mungu guzimi dhe dashuria për të ligjëruar në aspektin kombëtar, sepse liria është elementi më kryesor. Liria është elementi më i çmuar në jetë. Ai tregon se për një kohë të gjatë, ezani nuk thirrej për namazin e sabahut dhe yacis, sepse aty banonin zyrtarët e lartë të forcave serbe dhe ezani u pengonte atyre. Më saktësisht, u aprishte gjumin. Këtu ka pas kohë vështirësi në praktikimin e fesë. Një gjë duhet ta them që në kohën para luftës, këtu në xhamin tonë ku jemi sot në xhamin e Boshnjakut në Ferizaj, policia dhe ushtria, se tu kanë banuar afër edhe komandantët ushtarak, nuk na kanë lënë me fal sabahin dhe yatsin. Se ka penguar azani dhe kena pas shkresë nga policia dhe nga ushtria që nuk guzon me naj shqetësu, gjithsesi me thirr azanin në kohën kur e kanë kohën këto sabahi dhe yatsia. Besimtarët dhe qytetarët e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë imamin për kontributin e tij në sferat e ndryshme të jetës. Madje konsiderojnë si pjesë të pandashme të jetës së tyre. Hoxha është thash një hoxh shumë i mirëkuptueshëm, një njeri me zemër kogja të madhe. Ato shka kisha dashur me veçu për hoxhën është fakti se nuk është vetëm imam, por është edhe i afërt. Ndonjëherë edhe e qet vetin edhe te vetë xhamati, ndihet edhe ky si xhamat. Bashkjeton me problemet e xhamatit, me të mirat, me gëzimet e tij. Edhe kjo e bën të veçantë hoxhën. Është prej atyre njerëzve që ka qef me dhënë shpirtin për xhamatin, i bashkëndjen. Hoxhën Sevdairi e njoh si edhe shoh si një njeri shumë fetar, shumë tut edhe shumë domethënës për xhamatlit e Ferizajit, këto në xhamit vogël. Ky nuk është vetëm pres fetar, po është edhe një njeri që i bashkon edhe njerëzit jashtë xhamisë. Se më brenda xhamisë po se po, edhe jashtë xhamisë i bashkon dhe i këshillon njerëzit jashtë xhamisë. Hoxhëllorët e kanë për detyrë vetëm për fe mas shumëti me tregue. Këta tregojnë se feja çka thët, Kurani çka thët, drejtësia çka është, që do të me hes drejt njerëzit, edhe më konën me besu Allahin, me besu dërgurin e Allahit pejgamberin, kështu që vajzën pesbele dihet që zgjanojnë e rritin e kujdione, po unë s'po bëj me thonë larg edhe me shkuë, po çto fjalë që janë më kryesore, namaz me bo mas shumëti, këta i kushtojnë rëndësi mas shumëti. Imami Sevdair Haxhiu është imam me etik, moral dhe integritet të lartë profesional, me vlera dhe virtyte të larta ndërnjerëzore, humane, kombëtare, patriotike dhe fetare. Është ndër imamët më të respektuar në rajonin e Ferizajt dhe me ligjëratat e tij me tema të ndryshme, nga ajetet e Kuranit famlartë, nga hadithet e profetit Muhamedit alayhis salam, me tema të rëndësishme kombëtare që shënojnë datat historike
të luftës të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi me tema që kanë për synim dhe qëllim të kalimin, parandalimin dhe luftimin e të gjitha dukurive negative në shoqëri me mesazhe të shkëlqyeshme gjatë të gjitha ligjëratave të tija që janë frymëzim dhe synim për qytetarët e Ferizajt, për xhamatin dhe posaçërisht për rinin. Asyre, ana fetare, për çështje fetare, s'pe flasim përgjithësi xhallarët e kanë atë temë, si janë profesionalizuar në atë vi. Mirë po, hoxha jonë mas shumë i jep çështjes familjare, se në studim të që ka shumë probleme familje. Ka familje mes burrit gruas, ka familje mes djalit dhe prindit. E hoxha pikërisht aty e prek. Do më thonë, nëse dikush e ndëgjon një ligjërat tamam, zakonisht ditë gjymaje, po dhe ditë Ramazanit, që janë 30 ditë Ramazan, gjithmonë e ka ligjëratën para drekës me iqenie, me akshame, ndoshta dhe para se gjithmonë ato ka pas, e prek gjithmonë çështën e familjes, se është më e ndihshme tek na. Rinia, mos derimi ty në rrugë të keqe. Unë shoh që dikon 80% e xhamatit vinë djemtëri. Unë tham është vetë merit të hoxhës. Angazhimi i tij prej 3 dekadash e bën imamin Haxhiu shembull edhe për figurat më të larta të Ferizajt. Sevdair Efendi Haxhiu ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, ka dhënë një kontribut shumë të çmuar me vetë mohim që mbi 3 dekada dhe puna e tij, angazhimi, orvatja e tij në predikimin e fjalës së Allahut të madhruar ka lënë gjurmë të mëdha tek qytetarët, gjithsesi besimtarët në Ferizaj, po edhe vetë fakti se për dekada me radhë kontributi i tij edhe në çështjen e davetit apo predikimit islam ka shënuar suksese të mëdha, kur dihet se shumë nga nxënësit e hoxhës tash dhe janë imam dhe janë predikues në qytetin tonë. Performanca e tij ka reflektuar mjaft pozitivisht edhe ka ndikuar në ndërgjegjësimin dhe edukimin e të rinjeve që të jenë sa më larg dukurive negative dhe fenomeneve negative që kanë qarkulluar në vendin tonë, fatkeqësisht. Unë tash është një shembull gjithsesi për të ndjekur, sepse hoxha ka përcen shërbimin fetar që ka vetëm në xhaminë e Bosnjakëve, sepse është i njohur për gjithë qytetin, është i njohur për gjithë qytetarët, kontributi i tij dhe unë po besoj që hoxhallarët e rinj, ani pse tash në kushte dhe në rrethana krejtësisht tjera, më të lehta për të vepruar, për të punuar, për të ndihmuar, për të kryer shërbimin edhe fetar, edhe publik, unë mendoj që kanë shembull për ta ndjekur dhe kanë të trasuar një udhëtim i cili tashme ka përvojën, pjekurinë, por megjithatë shembullin për të ndjekur. Që nga vitet 99, ai është e angazhuar në shërbim humanitar për 17 vite me radhë, duke qenë pranë familjeve që pas luftës kishin mbetur edhe pa kolm mbi kokë. Realisht, gjendja mas luftës ka qenë shumë e rëndë dhe ka qenë e nevojshme ndihma ndaj njerëzve të cilët kanë përjetu shumë të këqija, tortura, po dhe gjendja ekonomike ka qenë e rëndë. Dhe kështu që shoqata Bereqeti ka funksionuar në kuadër të rregullt dhe kemi ndihmu familjet skamënore në Ferizaj, por edhe më gjërë. Do të thotë se ka qenë e vështirë sepse kur shet familjet të varfra, familjet që kanë përjetu luftën, familjet që kanë pas plagë të luftës, familjet që kanë qenë pa kulmë mbi kokë, familjet që kanë pas gjanat më të thjeshta elementare, ti qëndrosh pranë këtyne personave është një përgjithësi, po është edhe një ndjerë dhe është një emocion i veçantë. Por lufta përfundoi dhe lufta kishte edhe pasoja tjera. Kishte shkatërimin që kishte ndodhur si rezultati i asaj dhe sërish pra kishim hoxhën në krye të detyrës për të rrimë këmbës të shtet ndërtimit, ku shumë njerëz ishin në nevojë, qoftë për stërhem, qoftë për shtëpi, qoftë edhe për gjërat më elementare, ushqimore dhe sigurisht se prapë ishte në ballë të detyrës. Dhe kësaj radhe në një cilësi të re, në cilësinë e koordinatorit të shoqatës bamiese të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, shoqatës Bereqeti, ku u vu në dispozicion pra të shumë familjeve. Sevdair Haxhiu, si babai 3 fëmijëve, ka orientuar gjithashtu shkollimin e tyre.
duke bërë që të gjithë të jenë në shërbim të shoqërisë. Baboj ka pas një detyrë dhe një përgjegjësi shumë të madhe ndaj familjes mirë, po sidomos këtë detyrë e ka angazhuar që edhe njënin prej fëmijëve ta drejtojnë në rrugën po të njëjtë, ta vazhdon rrugën e tina, dhe kështu ka zgjedhur që mund të më drejton drejt kësaj rruge dhe të më orienton në medrese. Pra ka qenë fillimisht dëshira e tina që unë të bëhem hoxh dhe t'i pasoj hapat e tij, dhe pastaj edhe unë kam dashur që ta kem një shëmbëltyr të mirë, që ta ndjeki shembullin e tina gjatë jetës time dhe të bëhem njëjtë sikur ai, një hoxh i mirë, një hoxh i ndershëm, një hoxh i respektuar në rrethin ku ai jeton. Pra, roli i tij në familje dhe në orientimet tona arsimore ka pasur rol shumë të rëndësishëm, për shkak se 3 fëmijët jemi, siç e thash edhe një herë, jemi të shkolluar, motra që është më e madhe ka kryer farmacin, unë jam për hoxh, ndërsa një vëlla më i vogël është doktor. Pra, jemi në orientime pak të ndryshme, me këshillën e tij, mirë po gjithmonë në shërbim të njerëzve dhe në ndihmës ndaj të tjerëve. Sot misioni i tij mbetet i qartë, të rrizë dijen fetare, të edukojnë të rinjt, duke i bërë ata që besimin dhe humanizmin ta kenë pjesë të përditshmërisë së tyre. Detyra e imamit nuk është vetëm detyrë e faljes dhe detyrë e lutjeve, por është edhe më shumë, është detyrë e dashurisë, e respektit, sepse imami duhet të jetë bashkë me zemrat e xhamatit. Dhe unë si sugjerim që si këshill kisha më thënë që njerëzit ta praktikojnë fenë, ta dojnë Zotin, ta respektojnë Zotin, ta adhurojnë Zotin, ta dojnë familjen, të jenë të durueshëm, të jenë komunikativ, ta shtojnë dijen, sepse elementi kryesor është dija në Islam, dhe të jenë shembulli më i mirë në vendin ku ata jetojnë.